Përshëndetje miq. Sot do të ndalem në një pjesë që mua me të vërtet më shqetëson. Më shqetëson kur ulem për të ngrënë një drek me miqt, apo më shqetëson kur më shkruajnë pacientë të ndryshëm apo edhe klientë të ndryshëm për mënyrën se si ushqehen. Dhe pavarësisht se ne nutricionistët apo dikush që është edhe doktori i nutricionit japim vazhdimisht këshilla për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, në qoftë se ne nuk dim se si ta konsumojmë ushqimin e shëndetshëm, ne në fakt nuk i marrim të gjithë nutrientët nga ushqimi i shëndetshëm. Dhe pikërisht për këtë arsye sot do të ndalem edhe do të sqaroj se sa e rëndësishme është që ne të konsumojmë ushqim ngadalë. Pra, është shumë herë më mirë të ham ushqimin ngadalë, pra që koha që ne i dedikojmë ushqimit të jetë në harmoni me kohën që i duhen enzimave për të sintetizuar, për të tretur nutrientët që ne i japim trupit ton, sesa, do të thënë, është shumë herë më mirë që ne të japim kohën e vet ose mos i ham fare nëse nuk kemi kohë. Pra, është më mirë të bëjmë një lloj mini fasting ose një lloj mini agjërimi nëse ne nuk kemi kohë për të konsumuar ushqim, sesa thjesht të hajmë ushqim shpejt e shpejt, sepse ka disa të dhëna të cilat tregojnë që nëse ti konsumon ushqim shpejt e shpejt, përthithen ose absorbohen më pak nutrient në aparatin e tretjes, më saktësisht në ato vilet e zorrës së hollë, aty ku kapet ose grabitet në thonjza nutrientët apo ushqyesit që vijnë nga ushqimet të ndryshme. Padyshim që nëse ne kemi një lloj mënyre jetese të tillë që duhet të ham ushqim shpejt e shpejt, është momenti që të reflektojmë, sepse ose të gjithë nëse dikush nga ju ha ushqim shpejt e shpejt, edhe mund të vërë re që gjumi nuk e bën mirë, mund të vërë re që nuk ka energji siç duhet. Pse? Se ti mund të hash edhe avokado, mund të hash edhe banane, mund të hash edhe çdo lloj ushqimi të shëndetshëm, rukola, fasulet, mishin, por nëse ti ha shpejt e shpejt, nuk ke energji sepse nuk ka kohë komplet. Trakti gastrointestinal, enzimat që vijnë në pjesën e pushtymës, nuk ka kohë që të përthithet dhe të absorbohet deri në pjesën e vileve të zorrës së hollë. Prandaj qëndroni gjithmonë në harmoni me natyrën dhe në harmoni me natyrën e trupit tuaj, me harmoninë e organizmit tuaj, dhe kuptoni që ne na duhet kohë për të absorbuar ushqimin. Pse? Sepse ushqimi është informacion. Më kujtohet këtë gjë kam mësuar nga profesori im i nderuar Hetem Ramadani, edhe thoshte shumë bukur, kanë qenë ndër të parët në fakt që ka thënë këtë fjalë, që ushqimi është informacion dhe është shumë e vërtet. Dhe është një informacion i ri që i vjen trupit tënd, dhe trupit tënd, trupit tim dhe gjithë neve na duhet kohë për ta marrë këtë informacion, për ta absorbuar, për ta tretur, për ta ndarë, për ta çuar aty ku trupi jon ka nevojë. E njëjta gjë në fakt ndodh edhe kur ne marrim suplemente të ndryshme, vitamina të ndryshme. Ju e dini, unë kam 13 vite që punoj si nutricioniste, edhe unë jam pro përdorimit të suplementeve natyrale, gjithmonë të kontrolluar, ajo nuk ka diskutim. Duke qenë se kam studiuar në mënyrë autodidakte, kam studiuar mjekësinë ortomolekulare nga Dr. Linus Pauling, dhe unë jam pro përdorimit suplementeve, sepse ashtu siç ka thënë edhe Linus Pauling, mungesa e një vitamini ose minerali të caktuar mund të jetë bazë për një smundje të ndryshme. Kështu që herë tjetër, shpresoj që sadopak kjo video t'ju bëj që ju të reflektoni akoma më shumë, por shpresoj që herë tjetër kur të uleni për të ngrënë ushqim, hani ushqim ngadalë, shijojeni ushqimin. Pra, edhe kur të afroni afër gojës, ndoshta është mirë që të merrni një aromën e ushqimit fillimisht, pra që të vinë sinjalet, të shkojë sinjali në tru dhe të përgatiten enzimat e ndryshme që duhen për ta tretur atë lloj ushqimi, sepse trupi jon është një makineri fantastike, makineri biokimike super fantastike, shumë inteligjente, që jep informacione edhe për cilat janë enzimat e tretjes që duhet të tresin këtë lloj ushqimi që neve jemi duke konsumuar. Përveç kësaj, më duhet të ndaj me ju, më pëlqen shumë edhe dua ta them këtë, një nga sekretet e francezëve, e kam thënë edhe në një emision të Rodina Magjistari, pse francezët që han lloje ndryshme djatrave, pinë verë pafund, edhe zakonisht janë shumë elegant. Dhe francezët kanë një veçori
që ose po them ato familjet franceze tradicionale që janë vërtet kështu elegant, sepse teknologjia ushqimore ka bot vetën edhe ushqimet kanë ndryshuar shumë, po gjithsesi veçoria e tyre është që ata nuk kanë ushqim ku janë me nerva, edhe ndajnë ushqimin gjithmonë me njerëzit që duan. E kjo është shumë e rëndësishme për gjithë ne. Kështu që përveç se që duhet jeni mirë të hidratuar, që se uji është tretës universal dhe na duhet për tretur nutrientet të ndryshëm, në të njëjtën kohë duhet të hani ushqim ngadalë, duhet të hani ushqim me dashuri dhe duhet të ndani ushqimin me njerëzit që ju vedoni. Në qoftë se jeni me nerva, mos hani ushqim fare. Pra bëni një lloj fasting, që t'ju bien dhe nervat në të njëjtën kohë, që stabilizohet dhe tensioni, edhe trahurat e zemrës, dhe pastaj kur t'jeni gati, shijojeni ushqimin. Për gjithë ata që s'më njohin, unë jam Djola Dosti, jam doktoresha e shkencave të nutricionit, kam 13 vite që punoj si nutricioniste dhe jam e trajnuar në Harvard Medical School. Bëni një subscribe këtu tek mësimet e Djolës për të marrë informacione të tjera. Faleminderit.